Koalicioni qeverisës i përbër nga VMRO të PMN, Vlen dhe Znam do të vazhdojnë bashkëpunimin edhe në zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti. Kështu njoftoi kryeministri Christian Miskovski, i cili po ashtu kërkon mbështetje mbarëshëshërore për kandidatët e koalicionit qeveritar. Unë presë mbështetje shoqërore për kandidatët e koalicionit qeveritar, në të cilën gjendet e VMRO të PMN, koalicioni Mëshiria e Jotja, koalicioni Vlen, partia politike e Znam, pasi që jam i bindur se politika që u udhëheq ky koalicion janë me të vërtet politika në interes të qytetarëve. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Izet Megjiti ka komentuar deklaratën e nënkryetarit të BDI-së Bujar Osmani, i cili para disa ditëve tha se në rast se prekët gjua shqipe nga gjykata kushtetuese, BDI do t'i bojkotojë zgjedhjet lokale. Izet Megjiti nga Vlen tha se BDI nëse nuk reformohet, nuk ka pse të garojë në zgjedhje, ndërsa shtoi se me këtë BDI do t'i bënte dëm vetes. Mendoj që këta që mundohen me çdo kush pra për të kriju kriza politike, kriza të ndryshme, mendoj që kanë krizë të thellë si BDI. Krizë për shkak mungesës së programit, platformës, vizionit dhe duke munduar pra me lajme gjysmë të vërteta ose të rrënjshme, vazhdimisht çdo ditë pra të krijojnë tension, mirëpo qytetarët kanë filluar ta kuptojnë që atë që thot BDI-ja pra është e pavërtetë dhe mendoj që është koha të i kthehen vetvetes, ta reformojnë vetveten dhe të jenë konkurrent. Përndryshe, nuk do jenë konkurrent në skenën politike dhe nuk kanë atëherë edhe pse dalin në skenën në zgjedhjet e ardhshme, lokale apo parlamentare. Kujtojmë se zgjedhjet lokale do të mbahen në tetor të këtij viti, ku pritet të jetë një garë tejet e nxehtë, pasi tani më vetëm se kanë filluar të përmenden edhe emra konkret se kush ku do të garojë.